Po të ndodhte, po të provoj të ndodhte në kohën tuaj. Unë nuk e besoj A do të kishte zhurma masovike të shoqërisë civile, zhurma shumë mbase më aktive të njerëzve racional që kërkojnë llogaridhënie, se kërkesa për llogaridhënie këtu është relativ, është neutralizuar aty. Sikur qeveritë deri në vitin 2021 të kishin qeverisur me këtë formë kaq autoritare, kaq totalitare, siç qeverisë vetëvendosja do ta kishte përmbys ndoshta këtë shtetin. Sepse ata duke që edhe pse ka qenë një qeverisje stabile, e mirë, kanë kriju edhe kauzat pa qena, mbi bazën e të cilave kanë organizu protesta dhe i kanë stagnu proceset. Fatkeqësisht, këta dhe nga opozita i kanë pas stagnu proceset. Proceset integruse, njësa proceset dhe të zhvillimit, të demokratizimit, jo dene që për shkak të dhunës të cilën e praktikonin u dashtë të ndërpriten edhe disa projekte strategjike të cilat kanë qenë duke u zhvillu. Ati konfrontimi janë nga 2014 dhe sot e shefni që në projektet e gasit që një resursi jashtëzakonshëm energjetik, pasi primari po merr primatin në botë, Kosova ka mbeti izolume prej projekteve të gazit për shkak të mëdha të 6 miliard investuan Amerikanë në Shqipëri dhe mirë bën që investuan. Është mirë ajo që ata kanë. Mbase do duhet t'i kthehemi edhe një herë rëndësisë që ka ky lloj partneriteti si ishte në kohën tuaj dhe si është tash. Dharrenet e këtij konfrontimi filluan me polarizimin e thellë nga 2014 aktej, kur PDK fitoi zgjedhjet, kur krijua vlani i kohës, e kështu me radhë që vijuan gjithë vitet e me pastaj me dhe vim në kohën kur ndëgjojmë ish ambasadorin amerikan, Jeff Hovenier, duke ju thënë liderëve, sidomos atyre që ishin kundërshtues të fortë të interesave amerikane në rajone, sidomos në Kosovë, duke ju thënë, mos urinoni në klubin nëse dëshironi të jeni pjesë e tij. Mos urinoni në pragun e një klubi nëse dëshironi. Askuj duke ka bërë përshtypje. Ka qenë një mesazh i qartë dhe i vrasht. Mbase edhe me një shkallë të madhe të nervozitetit, sepse unë thash më herët gjithçka që kemi arritur partneritet mes aleatët tanë strategjik. Sot po rrezikojmë që t'i humbasim ata, sepse nuk është mirë mbajtë relacionet të cilin e kemi pasur ne me aleatët tanë strategjik. Përkundër asaj, ata po insistojnë të na mbajnë. Vetë kjo kërkesa e kancelarit Merz është që Kosova nuk e izolon prej vendeve të tjera të rajonit, por megjithatë do të kemi pengesa tjera të cilat do të jemi në gjendje që të i kalojmë, sepse pengesa janë duke u na vënë në vazhdimsi. Dhe unë nuk po shoh kapacitete që ka qeveria për të përballur me këtë gjendje, sepse rrethana ndërkombëtare janë të tilla që këto forë pak ne shohim se çka ndodh për atë nesh, është duke u kriju një renderi botror dhe në rast se ne nuk jemi të vëmendshëm dhe nuk dimë dhe nuk mund të rashtohemi ku duhet, mund të rrezikojmë gjitha të arriturat që kemi pas deri. Të gjitha të arriturat mund të rrezikojmë. Dhe je i shqetësuar për këtë. Jam i shqetësuar për këtë. Me këtë formë qeverisje si është duke shku vendi, jam i shqetësuar që ne mund të rrezikojmë edhe qëndësinë tonë shtetërore.